Dhe është për fat shumë të keq që bojkotohet një dokument që është tash i përpilum që 1 vjet e gjys. Ne kemi ftuar seancën e jashtëzakonshme për me qitë në diskutim publik planin zhvillimor komunal, po ja që edhe sot nuk I patëm numrat e duhur të asamblejistëve që të na mundsojnë që ky plan me rëndësi shumë të madhe për kryeqytetin, për të ardhmen e vendit tonë, nuk I patëm asamblejistët të cilët e mjaftueshëm, të cilët janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit, që ky dokument të dalë për diskutim publik. Kështu që ne do të vazhdojmë të tentojmë që ta fusim këtë ose ta qesim në diskutim publik edhe herën e radhës, dhe është për fat shumë të keq që bojkotohet një dokument që është tash I përpilum që 1 vjet e gjys. Edhe ne kërkojmë që ta qesim në diskutim publik, pra për një transparencë totale, që t'ju mundsojmë secili qytetar me pa, secilit institucion, secili që është interesuar që ta jap feedback për këtë dokument të rëndësi shumë të madhe, po ja që vazhdon të sabotojë. Shpresë që reflektojnë asamblejistët dhe na bashkohen këtu për me votu një dokument për me dalë në diskutim publik. Pra krejt kjo është, por nuk është për miratim, është për diskutim publik.